Parku Kombëtar Malishar po i bashkohet një projekti të ri evropian për ruajtjen e ariut të Murm, me qëllim mbrojtjen afatgjat të këtij lloji. Bëhet fjalë për projektin Life Dimpin Bear, i cili do të zbatohet deri në vitin 2031 në 9 vende evropiane. Si pjesë e aktiviteteve, institucioni do të kryej kërkime në terren përmes monitorimit, vendosjes së kamerave kurth dhe mbledhjes së të dhënave shkencore mbi shpërndarjen dhe lëvizjen e ariut të Murm. Nga parku informojnë se disa nga kamerat e instaluara tashmë janë dëmtuar dhe me shumë mundësi nga arinjt në kërkim të ushqimit, gjë që tregon praninë e tyre aktive në territor. Sipas të dhënave nga viti 2025, popullata e arinjve në park tregon një trend të qëndrueshëm me numër në rritje të këlyshve. Sfidat kryesore janë veturinat dhe shqetësimi njerëzor, ndërsa janë regjistruar edhe raste individuale të dëmeve materiale. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes nga vizitorët dhe banorët lokal, veçanërisht në menaxhimin e mbeturinave, për të shmangur konfliktet mes njerëzve dhe kafshëve të egra.